Ne për 4 vite nuk kemi pasur një qeverisje strategjike, por kemi pasur qeverisje e cila ka menaxhu në funksion të votës. Qeverisje klienteliste, jo qeverisje ekonomike, jo qeverisje zhvillimore, jo qeverisje që ha perspektivë dhe rrugë drejt zhvillimeve në vend. Po ashtu jeni dëshmitar që ne kemi në fushatën elektorale kemi pas premtime të panumërta. Për shembull, ky koalicion që sot qeverisë Kosovën ka premtuar 200.000 vende të reja të punës. Ka premtuar rritje të pagave. Ka premtuar rritjen e investimeve në sektorin publik dhe në sektorin privat. Shiqoni buxhetin sot që po miratohet në Kosovë, në Parlamentin e Kosovës. Buxheti i përgatitur nga kjo qeveri, do të thonë nuk ka një qeveri e re që më janë ndryshuar vijat programore, po thjesht nga kjo qeveri, i njëjti buxhet po miratohet, del që edhe atëherë kur i kanë premtuar para qytetarëve, e kanë thënë pa vërtetën, kanë mashtruar. Jo, shiqoni, këto është një vendim politik që kanë marrë 2 forca politike. Dhe ai vendim politik është unë thash që është në shpërputhje me vullnetin e votuesve. Tash u takon vetë votuesve të tyre, se është vullnet politik i legjitim. Është vullnet legjitim të ju, si sa forcë politike merr vendimin e vet, dhe kostën pasaj aja paguën vet. Askush s'mund të thashë që është një vendim që thotë ju fajtor, sepse këtu s'ka rreth fajtori, këtu thjesht është faji është në politikë është kosto, secili paguën kostën e veprimit vet politik. Tani, votuesit e këtyre subjekteve politike janë ata që duhet t'ia japin kostën kur t'i vi koha, sepse nuk ka asnjë dilemë që kjo është në kundërshtim me vullnetin atyre që kanë votuar. Po, si do të vlerësohet nga votuesit kjo metin më parë tanë. Kur ju kërkoni votën për ndryshimin, nuk mundeni të jeni pjesë të bëjmë pas gjethet të shkoni me një subjekt politik i cili nuk paraqet ndryshimin, po është vazhdimësim. Dhe kjo, sepse kjo pasaj ki problem moral edhe politik me votuesin tonë. Është një lloj mashtrimi që bëjmë votuesit dhe ne nuk mund ta bëjmë një gjë të tillë, përkundër ofertave që kemi pasur, nisma për Kosovën, pa për te këtyre, si më thonë, për te këtyre dëshirave, për te këtyre citatave të politika vditore, ja kanë dashur, ja s'kan dashur, ja kanë po thjesht ne për shkak të principit dhe parimeve tona nuk jemi kontrgatshëm të futem në një marrëveshje politike për t'ia zgjatur jetës një qeverisje për cilën kemi kërkuar të ndryshohet. Aja që mund më thonë sot juve, edhe kam thënë edhe ditën e parë në Parlament të Kosovës, është çdo gjë të mirë që do të bënë kjo qeverisje, nisma për Kosovën do t'ja njeh, do ta mbështet, do ta përgëzoj. Çdo gjë, çdo iniciativë, çdo rezultat pozitiv. Ne nuk jemi nihilistë dhe nuk do të luajmë rolin e nihilistit. Ne jemi një subjekt politik serioz dhe do t'ja njohim çdo rezultat, sepse çdo gjë të mirë që sjell kjo qeveri e sjell vendi i Kosovës. Sikur që nuk do të heshti së kritikuari ose marrësi e iniciativave për të ndryshuar çdo gjë të keqe që mund vijë nga qeverisja, domethënë gabimet, situatat të cilat nuk janë në interes të vendit. Nisma për Kosovën do ta grizojnë në saj duke ofruar, natyrisht edhe duke ofruar propozim zgjidhje për situata të caktuara. Ajo që ne po dojmë tani është kjo, koordinimi i aktivitetit opozitar. Vërtet ka një numër të kufizuar të fuqisë politike atje, por ne do ta kthejmë këto në kualitet opozitar. Domethënë, mungesa e numrit kuantitativ do ta kthejmë me kualitetin ton opozitar. Dhe kualiteti, këtë rast, shiqoni në Parlamentin e Kosovës, kualiteti i parlamentarëve, i zërit parlamentarëve është nga opozita. Sepse ka shumë ato njerëz me përvojë parlamentare, institucionale, të cilët mund grisin zërin për shumë tema, me kompetencë për tema të ndryshme në parlament, dhe kjo qeverisje nuk do ta ketë lehtë. Nuk do ta ketë lehtë kuptimin për faktin sepse do të ballafaqohet me njerëz që kanë një eksperiencë të madhe në institucionale dhe politike në Parlamentin e Kosovës, dhe unë besoj që kualiteti do ta kompenzoj mungesën e numrave në opozit, ose më thonë, opozita duhet jetë shumë e kujdesshme që të mos jetë arrogante. Ne nuk kemi asnjëherë kundër hetimit, gjykimit të gjitha atyre krimeve të mundshme të supozuara që kanë ndodhur në territorin e Republikës Kosovës gjatë kohës luftës. Ama kena kuptojnë nga gjitha palët. Kushdo që ka bërë, kushdo, dhe krimi nuk ka baza nacionale.
Kushdo që ka bërë krime duhet të përgjigjet, ose duhet të fillohet procedurat e hetohen dhe të shkojnë mirë, po kjo nuk guxon të bëhet për një grup të njerëzish dhe të amnistohen grupi tjetër. Dhe e dyta është, s'pari duhet një përgjigje. Çka ka ndodhur në Kosovë nga 1999 deri më tani? Çysh duhet çdo vlerësimi për ato gjykata që të kohës së Miku që kanë gjykuar pa ndërprer pjesëtar të gjykës, të kohës së Uleksit, të gjykatës së Hagës. Kosova, në fakt, gjykatë speciale ka pas prej ditës që është liruar. Sepse asnjëherë gjyqtarët tanë nuk kanë gjykuar vendor, por kanë gjykuar gjithmonë ndërkombëtar, qoftë Kosovë, qoftë jashtë Kosovës. Nga informacionet që ne kemi, vetëm 2 muajt e fundit mbi 10.000 njerëz kanë kaluar Hungarinë. 10.000 njerëz. Njerëzit po shesin shtëpitë, njerëzit po shesin ato që kanë, me shpresën se atje do të gjeni jetë pak më të mirë. Skena që po i shohim se në Kosovë janë skenat e vitit 90, ju e kujtohet. Po thuaj është e njëjtë. Edhe kjo është gjë më e dhëmshme që ka ndodhur këtij vendi. Dhe kjo ka ardhur, nuk ka ardhur as për 1 muaj, as për 1 javë, as për 2 muaj. Kjo ka ardhur, siç e thash, si rezultat i një qeverisje afatgjate, e cila nuk ka arritur të krijojë premisa ekonomike shpresdhënëse për qytetarët e këtij vendi për vite të tëra, dhe sot ka shpërthyer kjo situatë me emigrantët. Mesazhi im për qytetarët e vendit është të mbledhemi gjithë bashku, atë të kërkojmë llogari dhe përgjegjësi nga qeveritare. Derisa ne nuk mbledhemi bashkë në mënyrë të organizuar, duke ngritur zërin, pavarësisht çfarë ngjyre politike keni qenë, pavarësisht çfarë parti politike i takon. Nëse jeni ndihni të mashtruar, nëse ndihni të gënjur, nëse jeni të manipuluar nga ata që ju e keni dhënë votën, atëherë ju ftojmë të bashkohemi në zërin e ndryshimit. Dhe zëri i ndryshimit është të nisma për Kosovën, është të partitë politike ose të organizatat jo qeveritare, se nuk do të thotë vetëm një parti politike, të gjithë bashku të çojmë rrugë që këtë qeveri ta bëjnë përgjithshme, këtë qeveri të kërkojmë llogari dhe mos ja letojmë këtë qeverisje ose të qeverisë pa dhënë llogari dhe pa përgjegjësi.